Këshilli i Lartë i Drejtësisë ka shkarkuar në mbledhjen e sotme kryetarin e gjykatës së Pukus Stefan Leshi. Në një mbledhje që ka zgjatur afro 3 orë, ku ka pasur edhe debate midis anëtarëve, KLD ka vendosur për shkarkimin e Stefnit nga kreu i gjykatës së Pukus. Sipas vendimit të marrë nga KLD, Stefni do të vazhdojë detyrën si një gjyqtar i thjeshtë. Kreu i gjykatës së Pukus Stefan Leshi është përmendur në një video në emision investigativ Fix Fare për marrjen e një shume parash kundër lirimit të disa të pandehurve. Vetë gjyqtari Leshi në një deklaratë disa ditë më parë e ka cilësuar videon ku përmendet emri i tij si Sajes. Them publikisht dhe shpreh ndinjatën e thellë pasi është përdorur emri i kryetarit të gjykatës për vendimet e masave të sigurimit të dhënë nga ana ime. Ato janë publikime të formës së prerë dhe nuk ka pasur as ndikim as ankimim nga palët për to, është shprehur Leshi disa ditë më parë në deklaratën e tij.